Horoskopi për ditën e mërkur, 21 maj 2025. Dashi, sot është një ditë për të gjetur balancën mes ambicieve të tua profesionale dhe jetës personale. Marsi të jep një energji të fuqishme mendore, duke të nxitur drejt entuziazmit në karrierë. Është një ditë e shkëlqyer për të marrë iniciativa dhe për të treguar aftësitë e tua udhëheqëse. Nga ana tjetër, ndikimi i Venusit të kujton se duhet të ruash harmoninë në marrëdhëniet personale. Je i vëmendshëm dhe komunikues me të dashurit e tu. Në planin financiar është mirë të rishikosh buxhetin, pasi mund të shfaqen shpenzime të papritura. Për shëndetin, shfrytëzo energjinë që ke në aktivitete në natyrë. Do të ndihmojnë të ruash formën fizike dhe të qartësosh mendjen. Praktikat e meditimit dhe ushtrimit të ndërgjegjësimit do të ndihmojnë për të përballuar streset. Në punë, një bisedë e hapur mund të sjellë mundësi të reja dhe të përmirësojë pozicionin tënd profesional. Mërkuri të ndihmon në komunikim, ndaj fol qartë dhe me qëllim. Besoj instinkteve tua, por mos harro ta shoqërosh çdo veprim me një mendim të matur. Këshilla e ditës. Kjo ditë të ofron mundësi për rritje dhe mësim, por përballoj me vendosmëri dhe ndjeshmëri. Demi, sot hëna ndikon në sektorin tënd të komunikimit, ndaj pritet të jetë një ditë e favorshme për biseda të qarta dhe për krijimin e lidhjeve të reja. Shfrytëzoje këtë ndikim për të shprehur idetë në mënyrë të qartë në punë ose për të sqaruar keqkuptimet në jetën personale. Përpiqu të jesh i qartë në problemet e tua të vjetra që kërkojnë zgjidhje të reja dhe kreative. Në aspektin financiar këshillohet kujdes dhe maturi, veçanërisht nëse po mendon për investime të mëdha. Emocionalisht, kjo ditë të shton ndjeshmërinë dhe aftësinë për të kuptuar më mirë të tjerët, duke të ndihmuar në forcimin e lidhjeve me njerëzit që do. Rritet vetdia jote për zgjedhjet personale që ke bërë së fundmi. Për shëndetin, fokusohu tek ushqyerja e ekuilibruar dhe pushimi i mjaftueshëm. Energjia jote krijuese arrin kulmin sot. Merre kohën për t'u angazhuar me aktivitete artistike që të pasionojnë dhe të frymëzojnë. Në të rësi, kjo është një ditë që të fton të përqafosh ndryshimet në mënyrë konstruktive dhe të thellosh lidhjet si në jetën personale dhe profesionale. Këshilla e ditës. Harmonia do të vijë kur të mbash mendjen dhe zemrën të hapur, duke vepruar në përputhje me vlerat e tua. Je i guximshëm por dhe praktik. Binjakët. Sot planeti yt sundues ndes kurreshtjen tënde intelektuale. Do të ndihesh i frymëzuar për të zgjidhur probleme, për të eksploruar ide të reja dhe për të mësuar aftësi të reja. Është një ditë e fuqishme për punë në grup dhe projekte që kërkojnë kreativitet dhe mendim të shpejtë. Në aspektin profesional, natyra jote fleksibël dhe aftësia për komunikim në mënyrë të qartë mund të sjellë përparime të rëndësishme. Në jetën shoqërore, tërheqja jote natyrore vihet të re më shumë se zakonisht. Është momenti i duhur për t'u lidhur me miq të vjetër ose për të marrë takime me ato që të sjellin gëzim. Nga ana shëndetësore, zgjidh aktivitete që të stimulojnë trupin. Emocionalisht, gjej pak kohë për reflektim të brendshëm. Ndoshta mund të mbash një ditar personal ose mund të mbash disa shënime që mund të ndihmojnë të kuptosh më mirë veten në rrugëtimin tënd. Në marrëdhënie, ndershmëria dhe shprehja e sinqertë do të forcojë lidhjet. Energjia e kësaj dite të fton të eksplorosh me vetbesim. Këshilla e ditës. Ruaj ekuilibrin, ec përpara me optimizëm dhe shpërblimet do të vinë natyrshëm. Gaforja. Sot je drejt reflektimit të brendshëm dhe kujdesit për veten. Do ndjesh nevojën për t'u tërhequr në hapësirën tënde personale dhe kjo është një kohë e çmuar për t'u kushtuar vetes. Në aspektin profesional, projektet që kërkojnë përqendrim dhe vëmendje ndaj detajeve do të përfitojnë nga intuita jote e thellë. Sa i përket financave, kujdes me çdo marrëveshje.
Kontrollo 2 herë çdo detaj për të shmangur gabimet. Në marrëdhëniet personale do të shkëlqesh fal dhémshurisë dhe ndjeshmërisë. Do jesh mbështetja që të tjerët kanë nevojë, sidomos në familje, duke krijuar një atmosferë harmonie dhe mirëkuptimi. Shëndeti emocional dhe fizik, zgjidh aktivitete që të qetësojnë shpirtin. Dil pak në natyrë ose medito. Edhe pse dita është introspektive, mos refuzo ftesat e papritura sociale. Ato mund të japin surpriza të këndshme me miqt. Gjej balancën në çdo veprim për të ruajtur qetësinë tënde mendore. Këshilla e ditës: beso instinkteve të tua dhe përqafo zhvillimin tënd. Kjo ditë të fton të rigjenerohesh dhe të ndërtosh themelet për qëllime të mëdha. Luani. Sot, me diellin që ushqen fuqishëm kreativitetin tënd, dita të fton të përqafosh idetë inovative. Në aspektin profesional është momenti për të shkëlqyer. Në planin financiar, bëj pa kujdes. Yjet të këshillojnë të japësh përparësi kursimeve në vend të blerjeve luksoze që nuk janë të domosdoshme. Në jetën shoqërore, tërheqja jote natyrale është në kulmin e saj. Mund të krijosh lidhje të reja miqësore apo të forcosh marrëdhëniet ekzistuese. Por ki kujdes me mënyrën si shprehesh. Sigurohu që fjalët e tua të pasqyrohen me qartësi ndjenjat dhe qëllimet. Për shëndetin: ec dhe bëj vrap ose vallëzim nëse ke mundësi. Në aspektin emocional, do të rritesh duke u angazhuar me komunitetin apo aktivitetin në grup. Shfrytëzoj energjitë pozitive që të tjerët të japin dhe reflektoj mbi qëllimet tua personale. Këshilla e ditës: shkëlqe me mënyrën tënde të zjarrt dhe lejoje dritën tënde të udhëheq drejt arritjeve me qëllim dhe kuptim. Virgjëresha. Energjia kozmike e kësaj dite të shtyn të përqendrohesh në organizim dhe efikasitet. Merru me projekte që kërkojnë vëmendje të imtësisht, sidomos ndaj detajeve, dhe do të shohësh se përkushtimi yt do të shpërblehet. Në fushën profesionale, aftësitë tua analitike shkëlqejnë. Është momenti për prezantime apo diskutime strategjike me eprorët. Në aspektin financiar, shmang rreziqet e panevojshme. Shikoj me kujdes dokumentet financiare apo investimet që ke bërë për të siguruar qartësi dhe drejtim të sigurt. Në jetën familjare, përfiton nga pastrimi dhe rregullimi i hapësirave të përbashkëta. Kjo do të sjellë harmoni dhe një ndjesi mirëqenie për të gjithë. Sa i përket shëndetit, është dita e duhur për të përfshirë në praktika holistike si meditim, jog apo dalje në natyrë. Këto do të ndihmojnë në uljen e stresit dhe rritjen e balancës mendore. Në marrëdhënie, gjestet e vogla të kujdesit dhe dëgjimi me vëmendje forcojnë lidhjet dhe besimin. Kujdes mos e tapro me analizë, ndonjëherë është më mirë të besosh në procesin natyral të gjërave dhe të lejosh zhvillimet të ndodhin spontanisht. Këshilla e ditës: përdore energjinë e ditës për të marrë hapa të vegjël, por të qëllimshëm drejt objektivave tua, me durim dhe këmbëngulje. Peshorja. Energjia ditës së sotme të rrethon me mundësi për bashkëpunim dhe forcim të lidhjeve. Aftësitë tua natyrale diplomatike janë thelbësore sot, sidomos në situata ku nevojitet ndërmjetësim apo ndërtim i frymës së skuadrës. Në aspektin profesional, përqendrohu ke rrjetëzimi. Kjo do të thotë të kesh lidhje të reja dhe përparësi me ato që të rrethojnë. Financiarisht, është momenti i duhur për të rishikuar shpenzimet dhe për të siguruar që ato përputhen me buxhetin dhe prioritetet e tua. Emocionalisht, ruajtja balancës është thelbësore. Mos harro të kujdesesh për veten, ndërsa je i përkushtuar ndaj nevojave të të tjerëve. Shëndeti përmirësohet kur krijon ekuilibër mes punës dhe kohës së lirë. Aktivitetet kreative janë të favorizuara sot. Arti, muzika apo projekte estetike. Në marrëdhënie, gjërat lulëzojnë kur sheh mirënjohje dhe ndjenja të pastra. Qasju njerëzve me zemër të hapur dhe qëllim të pastër, duke vlerësuar fuqinë e mirëkuptimit të ndërsjellë.
Këshilla e ditës. Me harmoni dhe qëllim të qartë do të përballosh këtë ditë me sukses, duke arritur përparim dhe qartësi në jetën tënde. Akrepi. Sot natyra jote kërkuese dhe hetuese del në pa. Ti do të thellohesh në disa çështje personale. Përdore kuriozitetin për të zbuluar të vërteta që kanë qenë të fshehura. Në aspektin profesional, kjo ditë është e favorshme për punë që kërkojnë holuntim. Inteligjenca jote veçanërisht theksohet sot, ndaj mos hezito të zhvillosh ide të reja dhe të rishikosh qëllimet afatgjata. Në aspektin financiar, kushtoj vëmendje investimeve ekzistuese dhe shmang rreziqet që lidhen me ndërmarrje të pamenduara. Vendosmëria jote të ndihmon të shohësh pengesat si mundësi për rritje. Shëndeti përfiton kur përqendrohesh në kujdesin ndaj vetes. Në marrëdhënie, intimiteti thellohet kur ndan mendimet dhe ëndrat e tua me personat që të duan. Besimi dhe sinqeriteti janë kyç. Kujdes nga ndjenja e xhelozisë. Energjia jote e kësaj dite është perfekte për të kuptuar më mirë veten dhe të çlirohesh nga disa dilema që i ke prekohesh. Këshilla e ditës. Lejoje këtë ditë eksplorimi të të udhëheqë drejt suksese të ardhshme. Shigjetari. Sot je i thirrur drejt eksplorimit dhe kërkimit të dijes. Energjia e ditës të mbështet në natyrën tënde aventuriere dhe të shtyn të dalësh nga rutina për të përjetuar disa përvoja frymëzuese. Për sa i përket punës, ky është një moment i mirë për të zgjeruar aftësitë e tua përmes kurseve, trajnimeve apo seminareve. Financiarisht, është e mençur të këshillohesh me ekspert përpara se të marrësh vendime të rëndësishme. Balanca dhe qartësia janë thelbësore për zgjedhje të suksesshme. Ndaj njohuri dhe përfshiu në diskutime me persona që kanë këndvështrime të ndryshme. Kjo mund të çojë në lidhje të vlefshme dhe bashkëpunime frydhënëse. Për sa i përket shëndetit, angazhohu në aktivitete fizike. Trupi yt përfiton kur je në lëvizje dhe mendja gjallërohet nga sfidat e reja. Emocionalisht, kërko rritje përmes reflektimit mbi udhëtimet e kaluara dhe vendos objektiva të rinj që pasqyrojnë evolucionin tënd të brendshëm. Marrëdhëniet lulëzojnë në midis se ku ndahen interesa dhe mbështetje të ndërsjellta. Ndershmëria dhe besnikëria thellojnë lidhjet. Me optimizëm dhe etje për zbulime, udhëhiq veten nëpërmjet energjisë së ditës. Këshilla e ditës. Gëzimi fshihet si në të rejat, ashtu edhe në ato që tashmë njeh. Mjafton të hapesh ndaj tyre me zemër dhe me mendje të lirë. Bricjapi. Sot, pozicionimi i yjeve të frymëzon të ndjekësh disiplinën dhe përkushtimin në çdo hap që ndërmerr. Shfrytëzo natyrën tënde punëtore për të organizuar më mirë projekte dhe për të arritur qëllime të rëndësishme. Për sa i përket punës, është momenti i dur për të kërkuar një rol udhëheqës. Ose mund të nisësh një planifikim strategjik afatgjatë që do të sjellë sukses. Në jetën personale, përkushtohu më shumë partnerit. Për shëndetin, vendosja një rutine të qëndrueshme fizike ndihmon jo vetëm trupin por dhe mendjen. Krye ushtrime të rregullta që reduktojnë stresin dhe rrisin nivelin e energjisë. Në aspektin emocional, ki durim dhe jepi vetes hapësirë për reflektim. Në marrëdhënie, balanca arrihet përmes komunikimit, sidomos nëse ti ke çështje të pazgjidhura. Përballu me sfidat me vendosmëri dhe mendje të hapur. Këshilla e ditës. Energjia e strukturuar e kësaj dite të ndihmon të vendosësh themele të forta për një të ardhme më të begatë dhe një jetë personale më të pasur. Ujori. Sot dita të sjell ide inovative dhe zgjidhje jo standarde. Ndërsa frymëzimi dhe krijimtaria rrjedhin, shfrytëzo këtë energji për t'u angazhuar në projekte që kërkojnë perspektiva të reja dhe të freskëta. Në punë je gati të dallohesh, përdor intuitën dhe njohuritë unike për të bërë ndryshimin e dukshëm. Financiarisht, analizoje çdo gjë duke mbajtur gjithmonë në mend qëndrueshmërinë afatgjatë.
Marrëdhëniet shoqërore lullëzojnë kur ndan vizionet e tua dhe bashkëpunon me njerëz që ndajnë të njëjtin frymëzim. Përshëndetin. Provo të adoptosh zakone të reja që përmirësojnë rutinën tënde. Në planin emocional, eksploro veten përmes reflektimit dhe praktikave të vedijes. Të duhet të fitosh një qartësi mbi aspiratat e tua. Mbaj një komunikim të hapur me të afërmit. Forcoj lidhjet me shkëmbime të sinqerta dhe kuptimplota. Është momenti të lidhesh më shumë me familjen. Prit me krah hapur disa risi dhe eksperimentime. Aftësia jote për të parashikuar tendencat e së ardhmes mund të çojë drejt mundësive. Këshilla e ditës. Lejo që energjia jote progresive e sotme të shtyjë përpara drejt atyre që dëshiron. Peshqit. Sot intuita jote peshk të sjell qartësi. Ajo të udhëheq nëpër valët emocionale dhe krijuese. Shfrytzoje natyrën tënde empatike për t'u angazhuar në shprehje artistike apo në aktivitete me komunitetin ku ndihesh në vendin tënd. Në punë, besoj instinkteve kur merr vendime. Kjo të sjell një dobi afatgjatë. Financiarisht, shmangi angazhimet impulsive. Rishikoj me kujdes investimet dhe buxhetin tënd strategjikisht. Përshëndetin. Prioritet i jepet mirëqenies emocionale përmes disa aktiviteteve që kanë të bëjnë me ujin. Ndoshta një dush ose një pishinë do të bëjë mirë. Në aspektin social, energjia e sotme fuqizon aftësinë tënde për lidhje më të thella me të tjerët, duke ndërtuar marrëdhënie më të forta. Qasu ndaj bisedave personale dhe ofroj mbështetje atyre që të kërkojnë. Këto lidhje ushqejnë nevojat tua emocionale duke të dhënë qartësi dhe rehati. Përqafoje introspektimin për të zbuluar motivimet dhe dëshirat e fshehura brenda vetes. Ndërsa dita avancon, lejo natyrën tënde plot dëmshuri të udhëheq, duke të bashkuar ndjeshmërinë me vendimet të vendosura për të kultivuar kënaqësi personale dhe sukses profesional. I hapur të bashkëpunosh me të tjerët dhe në fund të ditës do të ndjesh gëzimin e kësaj dite. Duke ju uruar suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë, ju urojmë një ditë sa më të mbar.